Që kjo e besimtarja. Kurdo që e gjuhën me fjallë të këqija, me sjellje të këqija, aja e gjuhën me ato që është e amle e tij, e mire e tij. Kështu ja komunikon me tjerë. Nuk bjen në nivelin e gjendjes së ignorantëve. Ai di që musim me ignorant, ai di që musim me katar, ai di që musim me kundërshtarë, apo nuk bjen në nivelin e tyre, por nuk i mungon versioni i reagimit. Din që më reaguat. Është i meqëm. Madje, edhe kur rrezikohet jeta e tij, me ignorantët nuk bën kompromise në llogarit parimeve, edhe pse din me ikë në shërët tyne. Kjo e muslimani. Do më thoni rast se më thon para do kohë, është interesant më thonë. Një pash që ka qenë në Egjipt i Perëndisë Osmane, ju ka mush mene me mësu mirë gjuhën arabe. Me mësu gjuhën arabe. Edhe ka marrë një nga njësët e gjuhës arabe në Egjipt, me mësu gjuhën arabe. Edhe ati në gjuhën arabe që të mësësht, ka do shembuj. Ata e në shembuj, apo darabe Zedi Amre. E ka rej Zedi Amre. Edhe e ka rej Zedi Amre, ka thonë kënë najve Allah. E pëse që kënë Zedi për rej Amre në gjithë. Pse Amre se rej Zedi në kur apëta. Po ka një bashkë, a shembull është, mëse meti, ja ka thonë, ti me ka dhu. Ka thonë shembull është, në burg, bërë tjetërin, ignorant, zullumçar. Tjetëri që shtë, ka thonë, pse ka lëzëm ti mu maspari? Pse që kjo Zedi, kush është që kjo Zedi? Pse që kjo Zedi e rej Amre në gjithë? Ka thonë shembull është, Allah, me koptu ti, ja ka thonë, me më ka dhu. I ka shti gati në burg të gjithë, njës të gjuhës arabe që kanë qenë në Kajrë. Po, petë me mësu gjuhën arabe, që ka bo? Ka kërku njës të gjuhës arabe nga Damasku. Ose Kajrë dhe Damasku janë qenët të njohura për njohën e gjuhës arabe. A i tuar në devit ashtë në sikletë Allah, që mi thonë këtë njëri? Se e ka marrë që e pretë. Apo? Që ka menqërin e besimtarit, pjekurin e ti. A i këj ignorant, po këj din shmija këj ignorantit. Din shme komuniku me te. Edhe rrugu si bjen men, që kam i thonë ato? Kur shkan, e din pyetja parë, para se mi në temë ka zënë, Zedi pse ka rejamri. Edhe pse që kyze gjithë rejamri, pse amri kur s'ma ka kjenë në rezedin. Dhe të e mërë pash. Me të kalzuën të sekretin e kësaj, dhe ti e kështë rejtë gjithë mund amrin. Kur s'që kështë rejtë gazetin. Dhe pse, pash e ka pasin në Davud. E Davud shuhet me një vë, do të shku me dy vëja, e ka një vë mongu. Apo Davud, a janë gjuhën arabe, kur zgjatët uja, zgjatët me vavë. Mi përshkruhet veç një vavë. Davud nuk shkruhet me dy vëja, një vë e ka mungu. Ndërsa fjallë emri Amr e ka një vavë tepër me dalu për Omerit. Se me bo me ka njejt, apo së shdalu kur është Amr, kur është Omer. E kanë gjitë Arab Amrit një vavë në fund, një shku një vë, me dalu për Omerit. I ka thonë, kjo Amri qëtë është i keqë, apo që edhe emri të një ka vjedhë vavën. Apo ja ka vjedhë vavin, qëre ti është darë me pas dy vëja, me pas e më të gatë, më të madhë, apo, të ja ka vjedhë vavin, që keq është? Atë mirja pas ka po, hajde ta është me shpërblyo në ty. Ka thonë shpërblyo mirë është me lëshu ata të skret për burgu keci i ke marrë në qatë. Andaj, ignorantë, që mërë është këmi kalzuti, ti s'mërë vështi, ignorantë ti, e ka gjithë një përgjigje, e përshtatë për ta, e ka bindë, andaj din që me komuniku është jamër. Në komunikim, din musil me gjdo këtë. Me katarin. Din musil. Jo si kur saj që i ka vra 99 vetë, apo, edhe o artë e i ka thonë, unë mu ka mush mene mu pendu, apë. Ka onë, që ke boti që të mu pendu? Dhe ti ka vra 99 vetë. Ka onë, qëfar pendimi ti? Ka onë, më s'pa që pendim vra dhe ty. E ka vra. Ane, kësë është hurmeja. Hurmeja s'jep kësi komunikimi. Kur ka shku të njëri i dishëm që është i hurmja, i ka thonë, që ke boti? I ka mëra 100. E që për dojnë mu pendu? Në qëka jarë tonë, pendimi është hak i jotet e ka lau gjëllë e vare, kur du shtresh? është pendu u bo për burëve të mirë. Ande ka një gjallë i rritë e pejgamberi s.a.s. mi ka thonë, ja Rasulallah, i edhin li fi zina. Mja ple me bo zina, du me bo zina. Tash, pa dyshim, që është musim e kënetë, që po t'jem marrën me gjdisto, të në këta burra, që i bubekve të ungjën, hopa t'jem e redhe. A ka thonë kështë? Ja, se është si hurmja. Edhe pse ky e ka vërshu me ignorancë pejgamberin s.a.s. Po se ka kthy me ignorancë. E ka kthy me ato që është amë. Ka në ullu këta. Ka e tërdahu li ummi. A i knaqë që qështu dikush me bo me nonën tonë. Ka një qëfarti. Ka në mirë me vajzën tonë. Ka në me gruan tonë. Ka një.
Ka thonë, e qështu dhe njerëzit, që të nashtë nësë ata? Ja ka vendus dorën në gjaks, ka thonë, o Zot, uzoja zemrën. Po të vallahi ja Rasulullah, kur s'ka me bo mu? Shiko sa qëtë e ka mësu këtë njëri, nga se kështu të besimtari. Din me komuniku me të rriturit, din me komuniku me djetarët, din me komuniku me ato që ka më të mirën ja jep, por din që me jep.